A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dhe së dashur, prej obligimeve që i kemi ndaj Kur'anit, është obligimi para se të fillojmë me lexu Kur'an, me e thonën isti'adhen. Isti'adhe do thotë është nocioni, janë fjalët që thunë para se me lexu, me thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Prej edukatës me Kur'anin është që thuhet këtë dua. Çka i bie këtë dua? A'udhu billah, kërkojmë mbrojtje. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkojmë mbrojtje prej shejtanit i cili është i mallkuar. Pra është, më thonë, vepër, shumica e dietarëve thonë që është një vepër sunnet, është vepër mustahab, vepër e dashur që para se me fillu me Kur'an, me thonën këtë dua. Por ka dietarë që kanë thonë është edhe vajib, me thonë këtë lutje para se me fillu me lexu Kur'anin. Argumenti që duhet me thonën a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah ka përmend Kur'an. Në surën Nahl, ajeti 98, thotë Allahu subhanahu wa taala: "Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim." Kur do të lexosh Kur'an, pra kur e ke jetë të fillojsh. Pra kur don të fillojsh Kur'anin, fasta'idh billah. Kërkon mbrojtje prej shejtanit i cili është i mallkuar. Pra Kur'ani po na mëson që do të më thonë këtë dua para se të fillojmë me lexu Kur'an. A ka dhe forma tjera? Ajo që është e njohur te ne është a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Është një formë tjetër, a'udhu billahi as-sami'il alimi minash shaitanir rajim. Edhe kjo është formë. Ka dhe disa forma tjera, por ajo që është më e njohur mesin e besimtarëve është a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kjo është mesela e dytë. Mesela e tretë, a duhet të thuhet kjo dua haptazisht apo fshehurazisht? Ka thonë dietarët, nëse lexon me zan, edhe ka që e ndëgjon Kur'anin, atë duhet me thonë me zan. Sikur unë në këtë rast fillova me lexu Kur'an, unë duhet me thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, nga se ka tjerë që më dëgjojnë Kur'an prej meje. Por ka thonë dietarët gjithashtu, është mirë me thonë me zan kur hoxha fillon me lexu ligjërat. A keni vetë për xhamia? Kur hoxha fillon me thonë me ligjëratën, thotë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. E thotë me zan. Gjithashtu kanë thonë dietar, po kur bëhet fshehurazi? Fshehurazi thuhet namaz. Apo kur marrim tekbirin Allahu akbar, ne e lexojmë subhanaka, a'udhu billahi dhe bismillah. A'udhu billahi e themi haptazi apo fshehurazi? Ona e themi fshehurazi. Pra më dhe këtë rast thuhet fshehurazi. Gjithashtu kanë thonë dietarët, nëse je vetë të shtëpia dhe lexon Kur'an, edhe nëse lexon me zan, nuk ka nevojë me thonë a'udhu billahi minash shaitanir me zot lart. A kupton po? Ta ishin disa mesele kur duhet me thonë me zan, edhe kur duhet me thonë pa zan. Një mesele tjetër. Nëse ndodh gjatë leximit, ndodh diçka pa dëshirën tënde. Shembull, të vjen kollitja, ose ke nevojë pak me shtri kont, ose telefonit ka cingru, pa dëshirën tënde, ata kanë thonë dietar, kur të vazhdosh leximin nuk ka nevojë me thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Por kanë thonë nëse ndaresh me vetë dëshirën tënde, vetë ki qef me pushu pak, edhe do me vazhdu leximin, atëherë duhesh me fillu me a'udhu billah. A kuptu më thonë? Ka raste që duhet me thonë, dhe ka raste që nuk ka nevojë me thonën këtë mëna. Këtu një meselë në fund, pse me thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim? Pse ka nevojë unë kur duam me fillu Kur'an, me thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim? Dietarët, sikur Ibn Qayyim rahimullah, i përmend disa urtësi pse Zoti na ka mësuar me thonën a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Urtësia e parë, kanë thonën, ne e dina se shejtani ban vezvese. Momenti që ne do na me lexu Kur'an, fillimisht do të më largu këtë vezvesën prej trunit, prej zemrës, që kur t'i kthehemi Kur'anit na bëhet dobi Kur'ani. Nëse shejtani vazhdon me bëj vezvese, edhe ne këndej lexojna Kur'an,
Kurani nuk bën dobi. Këtë arsye themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, mi largu vezveset me qëllim që Kurani me bë hajër në zemrat tona. Kjo është urtësia e parë. Urtësia e dytë ka thonë dietar, kur themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ne i largojna shejtant dhe i afrojna melaçet. E neve na duan gjatë leximit prezenca e melaç. Kemi përmendur më herët kena thonë aty ku lexohet Kurani, aty largohen shejtant dhe vijnë melaçet. Gjithashtu kanë thonë dietarët, themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, me largu shejtan që mos më na pengu nga meditimi i Kuranit. A keni vërejt kur lexojmë Kur'an, ju kujtohet me shku në dyqan, ju kujtohet me sos një punë. Kjo vjen për shejtanit. Për këtë arsye do të thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, që mi largu gjitha këto vezveset edhe mu angazhu vetëm me Kur'an. Krije Kur'an, mos e krij detyrat tuaja. Për këtë arsye më thonë mos u merr me sene tjera. Gjithashtu ka thonë dietarët, themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, mes me na largue Zoti nga leximi. Se vjen shejtani, ti kujton disa punë gjatë leximit. Edhe ti mshen musafin edhe vazhdon mi sos punët e dunjas. Themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, që mi largue shejtani nga mendimet, nga detyrat, nga punë që mund me ti nxjerr shejtani që ti me lën Kur'anin. Tasi më thonë a'udhu billahi, më thonë ka dhe urtësia tjera, por dietarët më thonë në pika të shkurta, këta i kam. Këtë arsye më thonë është sunet, është vepër e pëlqyer, ne me fillu leximin e Kur'anit me isti'adhen, që është më thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pra kjo ishte për sot, inshallah vazhdojmë nesër. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.